Prej kohësh një shtëpi e braktisur është kthyer në problem mjaft shqetësues për disa familje të lagjes rus në afërsi të kryqëzimit të spitalit. Përfaqësues të këtyre familjeve shprehen se shpeshherë kanë rënë prej grabitësve pasi zgjedhin si rrugë të banesë, muri i së cilës është totalisht i rrëzuar. Dona qetësinë shtëpia që jena se na myten hajdudat e njerëzit që vinë këtu drogum. I kena liru edhe në shtëpiat, po kena hi prapë mbrëm. Ty e di çka që ka bë firma. Mu më kanë him kanë vjell, mrapa në kanë, atjetër më kanë him kanë vjell. Ashtu ishte, vërtet është më kanë him kanë vjell, tjep edhe çm kanë vjell. Gjithçka ty shem në këtë derë, në këtë vend. Edhe në faktikisht e kena pas për mi liru për pallat, edhe i lirojmë, ja kena plotësuar tona kushtet, edhe janë braktisë, din punën e tyre për shën braktisë. Që nga viti 2008, çdo natë këto familje jetojnë me frikën e ndonjë grabitje të radhës, pasi janë totalisht ekspozuar nga muri i prishur i kësaj shtëpie, e cila tashmë është kthyer e pabanueshme. E gjithë kjo situatë sipas familjarëve vjen se pronari i shtëpisë në fjalë dhe i banesave të tyre janë në një gjyq të hapur me një ndërtues pallatesh, i cili ka nënshkruar një kontratë me këto familje që në vitin 2008 për lirimin e truallit. Familjarët disa herë janë ankuar në institucionet vendore, përfshirë dhe bashkinë, por akoma nuk kanë marrë një përgjigje konkrete apo ndonjë premtim për zgjidhjen e kësaj çështje.